rrezikon me vazhdu me kalu në kaos në fushën e rregullimit të mediave dhe kemi ardhur në situatë ku po thu apet ma mirë mi pas do të kishë se mos me pas heq. Ma mirë se pas heq. Jo, se janë disa mekanizma të cilët kërkojnë të paktën një vendimarrje fillestare. Nëse nuk e ki vendimarrjen fillestare në KPM, ti vazhdon me pas tregun e mediave të parregulluar. Edhe po tjetë e keqe KPM-ja. Merr vendime, mundesh mi kontestu në gjykatë dhe vazhdon tutje. Po kemi ardhur në situatë që po lypum të paktën me kon dikush. Njëjtë është RTK-ja. Çfarëdo bordi që tjetë aty është më i mirë se sa mos me pas hiç. Sepse është në kaos për momentin, pa bord, pa mbikëqyrje, pa drejtora, pa strukturë. Shumica e njerëzve janë UD. Dhe UD që nuk din edhe sa mund me qenë UD. Dhe kjo neve na tregon që duhet me pas ndërhyrje për me mirat. Pra nuk po flasim për kualitet, po flasim për emrim minimal. Për përmbushje minimale të obligimit. Deri tash për fat të mirë, Arben, vetëvendosja nuk e ka dëshmuar që nuk ka vendos njerëz përkundër që kanë mujt me qenë partijak, nuk kanë qenë profesional. Deri tash jo. Tash e mas, nashta jo tranu, e ka ndërtuar analfabeta. Nashta. Nuk e di. Po deri tash vetëvendosja nuk ka pru analfabeta. Po çu shpej gjykon ti? Çu shpej gjykon? Po ka pru dhe profesionist. Po çu shpej gjykon ti? Ne më thonë çfarë? Me cilin funksionimin e RTK, funksionimin e KPM. Ma mirë RTK-ja, sa ka qenë më mirë.